Këtë javë janë shpallur edhe të gjitha dëmshpërblimet për 15 bashkitë e prekura nga zjarret e verës së kaluar për periudhën 15 qershor-15 shtator përmes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, që nga Malësia e Madhe, në Krujë, Rogozhin, Peqin, Tepelen, Delvin, Has, Kukës, Dibër, Kamës, Librasht, Gramsh, Maliq, Finiq dhe Dropull, të gjitha këto teritore të prekura nga zjarret kanë tani më në dispozicion masën e përcaktuar të dëmshpërblimeve sipas dëmeve. Është bërë një punë shumë e detajuar dhe është krijuar më e rëndësishmja e gjithë korniza për të bërë të mundur që dëmshpërblimi të shkojë aty ku duhet dhe cili do që është dëmtuar të marrë atë që i takon. Është buxheti me investimin më serioz në mbrojtje historikisht dhe këto përmasa financimi, struktura e financimit flasin për fillimin e një kthese strategjike afatgjatë, që nuk kufizohet më në blerje pajisjesh apo thjesht në modernizim përmes blerjeve, por synon ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme ushtarake dhe industriale këtu në vend. Dhe kjo qasje lidhet me një bazë vendore të industrisë mbrojtjes, lidhet me investime në prodhim, jo vetëm për nevojat e brendshme, por dhe për eksport, lidhet me transferim teknologjie dhe mirëmbajtje, lidhet në instancë fundit me atë domosdoshmëri të prekshme që tani më mund ta ndresojmë sepse i kemi krijuar mundësitë, është një Shqipëri tjetër me fuqi të tjera për të bërë të mundur që në sektorin e mbrojtjes shteti jo thjesht të shpenzojë, ajo vetëm të shpenzojë, por edhe të fitojë. Dhe duke fituar të riinvestojë. Dhe duke investuar dhe reinvestuar të rrisë edhe mundësitë për punësim cilësor të mirëpaguar. Jemi në një proces ku shohim përmirësime të vazhdueshme fal qasjes aktive të Ministrisë Financave dhe të autoriteteve tatimore për të mos lejuar që informaliteti të godas në mënyrën më të padrejtë familjet e atyre që punojnë në sektorin e ndërtimit. Dhe kemi të reflektuar në fondin e pagave të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore në sektorin e ndërtimit një rritje domethënëse. Një rritje domethënëse që do të thotë një deklarim shumë më real të pagave, pasi administrata tatimore dërgoi rreth 15.000 mesazhe të personalizuar, të cilat dhanë si efekt që për rreth 18.000 punësuar, fondi i pagave u rrit me 9%, ndërsa kontributet me 4%. Po ashtu, ulja e numrit të pagave në fashën 500 eurove është domethënëse ashtu siç është rritur ndjeshëm numri i pagave mbi 700 dhe mbi 1000 euro. Një rritje deri në 18%, si dhe paga mbi 1200 euro me një rritje mbi 10%. Këto janë tregues të qartë, jo vetëm të faktit që pagat janë rritur ndjeshëm, por mbi të gjitha të faktit se edhe ekonomia informale po ulet ndjeshëm.